Tani do ju bëj një supermarket haul me këto pak gjëra që mora në Trader Joe's. Pak, shkuan diku te $200, po hajt më. Mora kastraveca, misra, këtë lloj cream cheese-in që Alesio ka shumë qejf, por edhe unë. Ricotta cheese, sepse po mendoj që të bëj një lasagna gjatë kësaj jave. Whipped cream, ky është shumë i mirë edhe organik dhe e përdor për të bërë akullore për fëmijët, por edhe për gjëra të tjera. Kërpudha, vezë, brokoli, qumër, shterën e fundit nuk gjeta nga ky organiku, kurse këtë radhë gjeta dhe kështu që e mora. Karrota, marinara sas, mora domate, lulkat e mia, këto i kërkovi Alesio, kështu që ja mora. Avokado, chicken broth ose lëng pule, këto kiwi i kërkovi Angelo dhe janë shumë të mira. Këtë lloj djathi nuk e kam marrë ndonjëherë, duaj që të jetë si ai që ne ham në Shqipëri, por që nuk e di si do jetë në shije. Ishte i shtrenjtë në fakt, vetëm kjo pjesa e vogël këtu ishte diku tek $11, por që unë kam qef kaçkavallin, kështu që thash ta marr edhe të provoj një herë. English muffin, mora këto nektarinat, bagels me cheese sipër, mora këto për bukët për të bërë sanduiçe, gjeta qershi, nuk e di, po shikoj sa të vogla që janë këto dhe ishte diku tek $5. Gjërat janë ekstrem shtrenjtë. Një kos plain, pastaj këtu mora mishra, jo pul, jo ground beef e gjëra kështu, edhe një bostan që shpresoj që të na dali mirë, sepse herën e fundit më doli i verdh nga brenda. Kishte edhe një shije, por që nuk më pëlqeu, nuk jam mësuar me bostan të verdhë dhe shpresoj që ky të jetë i kuq. Kështu, këto ishin pak shumë gjëra që bleva sot. Tani do i vendos nëpër vende edhe pastaj shihemi pak më vonë. Mbase nesër më mirë. Mirëmëngjes, në një tjetër video nga një tjetër ditë. Unë jam Bona, ky është kanali i YouTube-it edhe sot kemi një video të re. Neve kemi dalë, është ditë e diel edhe do të shpihen fëmijët në park, pastaj nuk e di, mbase do të bim bërdan për dyqane që të marrim gjërat që na duhen për gjërat vogla kështu. Edhe kështu që do t'ju marr me vete dhe shihim pak më vonë. Mirëmëngjes njerëz, nga një ditë tjetër. Ditë e hënë, edhe si ditë e hënë që është, na thrasin edhe punët. Aleksi ka ikur në punë, unë jam në shtëpi me fëmijët, kështu që më duhet të gatuaj diçka për drek. Po mendoja që sot të gatuaj një lasagna, po duke qenë se kur shkoj në Trader Joe's asnjëherë nuk i gjej makaronat për lasagna, mendova pash një recetë në Instagram që bëhet me patlıcan, do të thënë pak a shumë si puna e lasagnes, por në një mënyrë pak më ndryshe, pak më shumë përbërës, edhe thash ta provoj një herë. Unë besoj që do e pëlqej shumë edhe Aleksi, por nuk e di për fëmijët, kështu që le ta provojmë edhe të shikojmë se unë kam bërë një make-up super të thjeshtë si në shtëpi që jemi, edhe po i shijoj kaq shumë këto ditët e verës, nuk e kemi iden, mesi po pres domethënë që të bëjmë pushime sa më të bukura, të shkojmë nëpër plazhe, nuk është se këtë vit kemi bërë në një
ndonjë, si ta them, plan, domethënë që të shkojmë në një vend edhe të rrim aty për shembull për 4 ditë, 5 ditë ose maksimumi një javë, sepse Aleksi është në punë edhe nuk e kemi këtë mundësi pavarësisht se unë dhe fëmijët jemi në shtëpi. Kështu që bëjmë getaway të vogla, domethënë në fundjavë, një ditë, 2 ditë kështu. Edhe deri tani kemi shijuar shumë, kemi shkuar në vende të ndryshme, në Cape Cod, Newport, Maine, mbasi do të shkojmë edhe në New Hampshire, edhe pse ande uji është goxha i ftohtë sepse është sa më në veri. Edhe gjithsesi, po thoj që bëra një make-up super të thjesht, si në shtëpi që jam, sepse nuk është se nuk kam vënë as fondatin, thjesht kam vënë një krem hidratues, pak shkëlqyes tek buzët, shumë pak rimel, kam rregulluar edhe pak face lotion me gel dhe kaq. Nuk dua që mundohen, domethënë që gjatë periudhës së verës, mos e ngarkoj shumë fytyrën me make-up, sepse gjatë dimrit vendos, sepse jam në punë normalisht, edhe gjatë verës mundohem që ta lejoj fytyrën time që të hidratohet edhe të marr ajër dirisht pa vendosur make-up apo kremra të shumta, sepse është edhe verë, djersim dhe kështu nuk është gjë e mirë. Kemi erdhur këtu tek parku me fëmijët, shkuam në Big Y, edhe pas asaj shkuam dhe pak në Walgreens sepse mora disa foto që i printova. Dhe këtu tek parku tani. Është gjelbërim, ngrohtë, qetësi, fëmijët po kënaqen. Jeta është e bukur. E çfarë mund të kërkosh më shumë? Nuk e di për ju, por mua natyra më bën shumë të lumtur. Sa herë që dal në natyrë, edhe më pëlqen shumë që të dëgjoj cicërimat e zojshve, të shikoj pemat, të shikoj natyrën në përgjithësi. Jo vetëm gjatë periudhës së verës, por edhe në dimër, për shembull kur bie borë. Thjesht më pëlqen që të rinë dritarë dhe të shikoj borën kur bie, ose edhe kur bie shi. Nuk e di, është diçka që mua më shijon me të vërtet edhe e vlerësoj shumë. Kështu. Kisha të gjitha këto mendime në kokën time tani edhe doja që të ndaja edhe me ju, edhe do doja që të thoya që shijoni çdo moment, sepse këto momentet e vogla janë ato që me të vërtet kanë shumë vlerë edhe na bëjnë neve të lumtur, sepse gjërat e mëdha janë gjërat e mëdha, normalisht që ti jesh i lumtur kur arrin diçka të madhe, por janë këto gjëra që na bëjnë ne të lumtur edhe bëjnë të lumtur. Tani do i kishim ndihmoj fëmijët sepse duan që të koloviten. Mirëmëngjes, nga një tjetër ditë. Sot është ditë e njëjtë. Edhe kam diçka shumë të bukur, por që nuk do t'ja tregoj juve tani. Hi. Që nuk do t'ja tregoj juve tani sepse janë edhe fëmijët këtu, edhe është surprizë edhe për ata. Por që është një ditë shumë e bukur, jam shumë emocionuar edhe shpresoj që you're welcome. Ketë një ditë kaq e bukur sa për mua edhe për gjithë ne, domethënë. Dhe tani unë jam nisur sepse do të ikin në Trader Joe's, sepse më duhet të marr ushqime, edhe pse sot është e njëjtë dhe unë zakonisht e bëj shpesën të shtunë, por që përfundova duke mos patur asgjë në shtëpi nga $200 që harxova të shtunën e kaluar. Gjithsesi, tani do të ikim, do të marr edhe fëmijët me vete. Tani fëmijët janë rritur, kuptojnë më shumë, nuk kërkojnë shumë gjëra, më vërdall, më ndihmojnë, edhe kjo është gjë shumë e mirë, kështu që i marr me vete me shumë qef, edhe kështu, le të ikim. Njerëz, jam shumë e lumtur, arsye pse t'ju tregoj pasi të ngjitem lart, sepse dje nuk pata mundësi që t'ju flisja më, por do t'ju tregoj pasi të ngjitem lart. Prisni dhe do të shikoni.
Tani jam nisur për t'ikur në Big Y sepse do të bëjmë petulla, edhe nuk kisha vaj që do bëjmë nga ato petullat kështu si thon petulla në tigan, edhe i zoom, por pash që nuk kisha vaj, kështu që më duhet ikit e Big Y që e kam shumë afër shtëpisë edhe të marrim çfarë na duhen. Okej, sa po mbarova punë tek Big Y edhe tani do t'ikim në shtëpi dhe do t'i tregoj arsyen e lumturisë time që duket edhe në rezultatet në fytyrën time se sa e lumtur jam, edhe besoj që për çdo vajzë që është që jeton larg, kjo nuk besoj që ka lumturi më të madhe se sa kjo. Kështu që le t'ikim në shtëpi edhe t'ju tregoj, e di ju kam mbajtur në suspans gjatë gjithë kësaj kohe, por do t'ja tregoj arsyen pse, domethënë nuk ja kam treguar që në fillim, sepse me të vërtetë që ishte pak stresuese, por që më në fund ndodhi edhe ja kemi sot. Kush na ka erdhur neve? Angela, kush të ka erdhur ty? Ha? Kush të ka erdhur më? Është shpirti, zemra ime. Nana? O vdekë nëna për ju vazhdatim. A shpirti loçkë. Pan pak larg. Shpirt ka të nënës. Zemra të vogla. Rapi del, që fa fizik të natje? Tiki nëna? Kur vafsha kur ba. Tiki nana? Tiki nëna? Tiki? Tiki? Jo. Tiki nëna? Jo. Tiki jo? Tiki nëna nesër. Tiki nëna nesër. Për vishë dhe nëna? Dhe ikesh me nënën në Shqipëri? Nëna të ka shpisht, të ka zemra. Dhe ikesh? Okej. Të vërtet te Zeri dhe Liora? Atë tiki. Ha? Kështu në ka bërë mami, në ka zënë brumin, sepse do të bëjmë petulla në tigan. Kështu që prandaj vajte në Big Y, mëra këtë vajin, sepse na duaj, s'kishim vaj kështu lule dielli ose vaj misri, çfarë do që t'jetë kjo. Edhe, po. Vini qemë në pikë. Kush na ka erdhur neve? Shpirt. Alesja, kush të ka erdhur? Nena me gjyshin? Çado? She's here from Michigan. Angela, çfarë i bën gjyshin më? Çfarë i bën gjyshin? And put it here. Jo të gjyshi, jo, dhe avrasa shkemë të gjyshit. Angela? Punë aeroplani aty. Edhe jam e të kemë dhe Më dalë të nga brojka, mashallah. Nuk një si qokë. Jo, bëjma dhe pjumë pa. Në të rëshë arsye e në të listime. Alar të mirë vich. Nuk të blokë, të ake e më do të Ta shi mos e lini me kështu. Jo, në 6 muaj, dhe njerë në vit paktën. Ose, ja, vitin tjetër, pas me do vim neve. Ju mi me të bjene në kumpa, po, qamë të jate, pasaj, s'kjamera, po jam dhuru njerë. Angela, shkëzet mire ka bërë në petullat? Në dalim veta ta. E mira? Qashtë. Yummy. Alesja, do është petullati? Pse? Se ka një në goti? Nuk e di. Nga shumë. E di gjevat. Nete që ju tregova tani që vendosa këtë frigoriferi, me dërgoj motra nga Shqipëria. Kam shumë, jo shumë, në të nga gjitha udhëtime që ne kemi bërë, por nga Shqipëria nuk kisha një, doja të merr
doja që të merrja një kur shkua në Shqipëri para 2 vitesh, por që nuk munda dot të merrja. Jo sot jo nesër dhe ashtu ikën ditët. Kështu që motra më kishte dërguar këtë me Skënderbeun, që është super e bukur, por e preferuara ime është kjo këtu. Është super e bukur dhe është një nga magnetet më të bukura që unë kam në koleksionin tim. Jo, akoma. Po ndihmon nëna? Mos rri ashtu shtrem më mami. Ja dhe lazanja ku e bëm sot me mamkën. Pak më vonë do bëjmë edhe sikuljash sepse unë nuk e bëj dot fare mirë. Mami e bën shumë të mirë. Kështu që dreka mbaroi për sot. Mamka sot na bëri sikuljash. Mos i jemi shumë të zërbaha. Si i thoni njerëz, siltjash apo sikuljash? Julie, but Julie. Go wait in line. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Sot kam ditëlindje, nuk ju kam marrë fare në mëngjes sepse kemi qenë shumë busy gjatë gjithë kohës duke redresuar andaj kthej edhe nuk kam pasur kohë, por që tani do të ikim në Boston edhe mendova pse jo të hap kamerën dhe të marr me vete në një birthday vlog. Nuk është se do filmoj shumë, do kem domethënë sepse jam me mamin, me papin, edhe do mundojmë që ti kaloj këto ditë me ta edhe ta shfrytëzoj sa më shumë që ti të mundur, kështu që ikim bashkë edhe flasim pak më vonë. Alesja është po. Ja ku erdhëm me mamën e me babin në Boston. Si e duhet Boston në? Shumë mirë. Të mami të që? Shumë. Gjia tonë. Alexa tu është. Video? Video. Tani po vim përdallë Bostonit me mamin dhe papin. Dhe pastaj të dalim të ham në një gjem, pas të marrim një mirësirë, se do të kemi në shtëpi. Sot është ditëlindja ime e 35 edhe unë nuk mund të kisha një dhuratë më të bukur se sa ardha e prindërve dhe sinqerisht jam të me zemër që kjo është ditëlindja më e bukur që më kam pasur ndonjëherë në kaq. Se tash do të hipi motori. Rrotat ku dalë. Po ta fundojmë. Kemi ndaluar tek kjo pjesa e oqeanit. Edhe ti mafra. Po shijojmë pamje, të gjithë bashkë, fëmijët të muajnë aty. Ja, mo Alessio, më shikon mua që jam këtu. Tani do shkojmë ende nga Quincy Market, të vim përdallë edhe një herë aty. Dhe pastaj, nuk e di, derisa të vlerësoj, do jemi, kështu që do i tregoj të gjitha me detaje. Angela, hajde me skuterin. Hajde iku babi. Hajde Alessia. Angela, merre skuterin. Hajde.
Do të raportoj ty tash. Na raportove. Okej. Çao ben. Çfarë po bën? Të bëve.